Habit mjeku I njohur. Kurrë mos pini kafe nëse vuani nga këto 5 sëmundje. Për shumë njerëz, një kafe në mëngjes është e paplotë, mirë po pavarësisht kësaj, me patjetër ata konsumojnë në të dytën. Por pirja e kafes me stomakun bosh mund të sjellë një sër rrisqesh për shëndetin. Ekspertët e Healthline kanë renditur rastet përse kafeja nuk duhet të pihet në këto situata dhe ndikimin negativ që ajo shkakton. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Nëse pini kafe në sasi të lartë, ajo mund të nxjisë ankthin, nervozizmin. Kafeina është gjithashtu një stimuluese që mund të rrisë vigjilencën dhe nivelet e energjisë. Megjithatë, konsumi I saj me stomakun bosh mund të përforcojë efektet e saj, duke çuar në rritje të ankthit dhe të nervozizmit. Do të rritet risku I aciditetit të stomakut nëse pini kafe me stomakun bosh. Kafeja është acidike dhe konsumi I saj me stomakun bosh me sasi të larta mund që të përkeçojë më shumë probleme të aciditetit të stomakut. Konsumi I kafes me nivel të lartë të aciditetit mund të irritojë kështu mukozën në stomak, duke çuar edhe në më shumë probleme të urthit me kalimin e kohës. Ekspozimi I shpeshtë ndaj kafes acidike mund të kontribuojë gjithashtu edhe në zhvillimin e problemeve gastrike dhe ulçërës peptike. Pirja e tepërt e kafes, sidomos me stomakun bosh, mund të krijojë probleme të theksuara me tretjen. Për individët që kanë probleme me tretjen, siç është për shembull sindroma e zorrës së irrituar ose edhe inflamacione të zorrëve, pirja e kafes me stomakun bosh në sasi të larta mund të përkeçojë kështu shëndetin e tyre. Efektet stimuluese të kafeinës mund të rrisin edhe lëvizjet e forta të zorrëve, duke përkeçuar edhe më shumë situatat tuaja përkatëse, duke shkaktuar diarre ose dhimbje barku, si dhe duke prishur më tej ekuilibrin dietik të sistemit tuaj tretës. Kafeina me stomakun bosh mund të ndërhyjë në lëndët ushqyese që përthith trupi I njeriut. Kafeja përmban përbërës të njohur siç janë për shembull edhe tanina, të cilat mund të ndryjnë në përthithjen e disa lëndëve ushqyese, duke përfshirë këtu hekurin dhe kalciumin. Konsumi I kafes me stomakun bosh mund të pengojë aftësinë tuaj të trupit të absorbojë lëndët e duhura si duhet, duke çuar kështu edhe në një mangësi me kalimin e kohës. Nëse jeni një person që përjetoni këto shqetësime, është më mirë që kafen të mos e konsumoni me stomakun bosh. Do të rritet gjithashtu niveli I stresit. Efektet stimuluese të kafes, sidomos me stomakun bosh, mund të ndryjnë gjithashtu edhe në nivelet tuaja të stresit. Ndaj, nëse jeni një person që e konsumoni atë në sasi tepër të larta, tregoni të kujdesshëm me sasinë e kafes që shtoni në dietën tuaj, pasi mund të ndikojë gjithashtu edhe në nivelet e stresit. Kafeina stimulon edhe lirimin e hormonit të kortizolit, hormoni I stresit, nga ngjyra të mbiveshkore, ndërsa kortizoli luan një rol vendimtar luftarak në trupin e ngritur, mund të ketë efekte të dëmshme në shëndetin tuaj. Mund të shkaktojë infeksione dhe probleme të rënda të imunitetit. Nëse jeni një person që konsumoni kafe në sasi të larta, përgatituni edhe për anën e saj negative në shëndetin tuaj në tërësi. Pirja e kafes me stomakun bosh edhe me ëmbëlsues të tepërt mund të ndikojë në llogatjet e sheqerit në trup. Kafeina mund të ndikojë në ndjeshmërinë e insulinës dhe metabolizimit të glukozës, duke çuar kështu edhe llogatjet e niveleve të sheqerit në trup. Kur konsumohet në sasi tepër të mëdha me stomakun bosh, ajo mund të shkaktojë rritje të niveleve të papritura të sheqerit në trup dhe të shkaktojë gjithashtu probleme të njëpasnjëshme të tyre. Ndaj, tregoni të kujdesshëm dhe të vëmendshëm me sasinë e kafes që doni të konsumoni çdo ditë në trupin tuaj. Pirja e tepërt e kafes mund të sjellë edhe një nxitje më të madhe të dehidratimit, duke shkaktuar përkeçime më të mëdha të shëndetit tuaj. Kafeina është një diuretike e cila do të nxjisë edhe prodhimin e urinës, që do të çojë në rritjen e humbjes së lëngjeve nga trupi. Kur konsumohet me stomakun bosh, sasia e tepërt e kafeinës do të ndikojë drejt për së drejti në proceset tuaja metabolike,
Prandaj ekspertët Healthline këshillojnë që kafen të mos e konsumoni më shumë se sa trupi juaj e toleron, pasi në mënyrë të kundërt do të ndikojë edhe në një sër procesesh të metabolizmit tuaj. Kafeja është një pije stimuluese e cila ka ndikime të forta në organizëm, duke qenë se ajo ka edhe aciditet të lartë. Nëse konsumohet në sasi tepër të mëdha, ajo mund të ndikojë negativisht edhe në membranat e stomakut dhe ato të zorëve. Në varësi të problemeve shëndetësore edhe kohëzgjatja e pirjes së kafes mund të ndikojë gjithashtu edhe në përkeqësimin e këtyre simptomave. Sipas tyre, pirja afatgjatë e kafes mund të shkaktojë probleme gastrike ose ulcera. Në rastin e problemeve të shëndetit të stomakut, mund të pini vetëm një kafe në ditë pas buke, në mënyrë që ajo të mos ndikojë gjithashtu edhe te roli i tretjes. Ekspertët këshillojnë kafen që të mos konsumohet në sasi tepër të mëdha dhe në sasi edhe të dëmshme, pasi mund të ndikojë në një sër procesesh të organizmit dhe të nxjisë gjithashtu edhe përkeqësimin e shëndetit tuaj, duke nxitur edhe shfaqjen e problemeve të tretjes. Kafeja ka një natyrë relaksative që do të thotë se mund të stimulojë tretjen e mirë. Nëse ju vuani gjithashtu nga konstipacioni, atëherë pirja e kafes mund të prodhojë lëvizje të nxitura të zorëve. Kafeja pa kafeinë mund të përkeqësojë problemet të njerëzit të cilët vuajnë gjithashtu nga sëmundjet e rrugëve urinare. Efektet e mësipërme janë të provuara shkencërisht, ndërsa ka studime që analizojnë gjithashtu edhe ndikimin e kafes te sistemi juaj tretës. Sipas disa studimeve, nëse e teproni me kafen, aciditeti i saj nxit shfaqjen e urthit dhe problemeve të tjera të përkohshme me tretjen. Disa ekspertë pretendojnë se kafeja mund të ndryshojë në proceset e stomakut, duke bërë që të shtyjë edhe në mënyrë të papritur të patretur ushqimin drejt zorëve, duke shkaktuar kështu dhimbje të forta në stomakun tuaj. Për më tepër, kafeja, sidomos ajo e cila kur konsumohet në sasi të mëdha, mund të ndikojë në cilësinë tuaj të gjumit dhe ta përkeqësojë atë akoma dhe më shumë. Ndaj, nëse jeni një konsumator i kafes, tregoni kujdes me sasinë dhe kohën kur shtoni kafe në organizmin tuaj, pasi siç dihet, ajo mund të ndikojë në një sër procesesh të organizmit dhe të krijojë gjithashtu komplikacione të tij. Por si ndikon kafeja në organizëm? Ndonjëherë kafeja pa kafeinë mund të jetë e butë për organizmin tuaj. Ajo bën që të përfshihet në shumë situata të shëndetit. Në këto raste, është më mirë të tregoheni dorështrënguar me konsumin e saj, pasi në të kundërt, efektet stimuluese mund të jenë një arsye që mund të ndërveprojnë në shëndetin tuaj edhe të organizmit tuaj në tërësi. Ndonjëherë kafeja pa kafeinë mund të jetë e butë për organizmin, ndaj nuk mund të përbëjë ndonjë ndikim të fortë negativ në shëndetin tuaj. Në disa raste ajo mund të përkeqësojë gjithashtu edhe problemet tuaja me tretjen. Në disa raste ajo mund të ndikojë negativisht në sistemin tuaj tretës. Ndikimi i kafes në organizëm varet gjithashtu edhe nga individi. Te disa njerëz, ajo mund të ndikojë gjithashtu edhe te shkaktimi i problemeve të urthit deri te problemet të tretjes. Ndaj, përfshirja e kafes në vaktet tuaja ditore duhet të bëhet me kujdes dhe brenda sasive të rekomanduara. Nëse vini re se kafeja ju shkakton urth, provoni të pini pak kafeinë ose të evitoni fare pirjen e kafes nga dieta tuaja ditore, pasi në të kundërt përkeqësimi i organizmit mund të jetë gjithashtu edhe më i madh edhe i vazhdueshëm. Ekspertët tregojnë se pirja e kafes me stomakun bosh në përditshmërinë e dietës suaj mund të jetë një zgjidhje e keqe në shumicën e rasteve. Prandaj, nëse jeni një konsumator i kafes, përpiquni që kafen që shtoni në dietën tuaj të mos e konsumoni me stomakun bosh, pasi siç dihet, ndikimet negative të saj në stomak do të jenë më të mëdha dhe të vazhdueshme, duke nxitur gjithashtu edhe efektet anësore të shëndetit në mënyrë të përgjithshme. Nëse jeni një konsumator i kafes, tregoni të kujdesshëm dhe të vëmendshëm me sasinë që doni të shtoni në dietën tuaj. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zhvendosoj në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet të mundshme masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.